Lulzim Berishën. Luli, përshëndetje mi mbrëma, jam Leriku nga televizioni Kanardet, emisioni kampionati imi drejt për drejt në emision. Po qarkullon një video, një diskutim jo i natyrshëm, jo ashtu po shihet në bazë të pomave që janë publikuar nga Index Online. Çfarë pati aty në këtë diskutim që pate me Granit Xhakën? Në diskutimin që pate me Granit Xhakën, çfarë ndodhi në këto pame të cilat po i transmetojmë drejt për drejt në emision? Unë pame nuk visha. Unë është mëse normale e me diskutuar me një shqiptar që është kontribuci në është njëni për kontribucit më të majtë të kombëtarës Kosovës. Po, çfarë tha Xhaka në momentin cilat ishin fjalët e tij? Ai është normale që ka qenë i frustruar dhe ka qenë i nervozuar që një grup prej njerëzve për vetë ose 2 ose 8 ose 9 që në realisht unë asë që dëgju, unë kom shkuar për punë të mia dhe domethënë takume të ato nuk ka pas ndonjë diskutime se çish po spekulojnë media tjera. Do të thotë këto fishkëllima nuk kanë ardhur nga grupi Dardanët në drejtim të Xhakës. Po, do të thotë nuk ndodh ajo çështje sepse unë jam obliguar që secili Dardan këtu që merr bilet prej neve më u shpjegu për kontributin e familjes Xhaka, domethënë në vazhdimsi për me u ngritë që kjo kombëtar, bashkë me Federatën e Futbollit. Okej, po a mund të na zbulosh se cilat ishin disa nga fjalët e Xhakës, çka tha ai në ato momente? Ai, me të thonë drejtën nuk ka këtë që mu zbulu, këtë ju kom transparent ato dhe ju kom live që kemi punë. Domethënë Graniti ka qenë nervozum, mi pozën e disa njerëzve që ka fishmon, që kaq. E ti çka i the? Ai, unë në emër këtij stadiumit i kom kërkuar falje. Nuk kam çam të thonë në kushte tjetër. Okej. Sepse ai është shqiptar i vërtet, që kaq. E kuptueshme është Luli, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe kërkoj falje për pengesën në këtë orë të vonë. Faleminderit juve, respekt dhe kalofshi mirë. Faleminderit shumë Luli. Lerik po binan çata që thamë edhe pak më herë.